Kam patur fatin të njoh një njerëz të rrallë si Jub Kastratin, ka qenë miku im i madh. Misia jon ka qenë intime për shumë vjet. Kam njohur të paktën para 40 vjetësh. Kemi pasur letërkëmbime me njëri tjetrin. Janë interesante po të botohen ato letërkëmbime. Natyrisht pasioni ka qenë në një pikë qëndrëzuese që ka të bëjë me albanologjinë. Jub Kastrati është nga një familje nderuar e kastratëve, Shkodër. Ai pati një formim universal nga pikpamja kulturologjike. Fillimisht ai kuptoi një gjë që nuk e kuptuar shumë shkencëtarë sot, duke përfshirë dhe shkrimtarët. Nuk mund të ketë shkencë të vërtet substanciale pa referenca. Referencat lidhen me bibliografi. Pa njohur zërat bibliografik, pra fjalorin enciklopedik të pafund të bibliografisë, shumë e vështirë të orientohesh në kaosin informativ të epokës sotme, e cila ka një karakter tepër virtual, por virtualiteti është një gjë e kundërt me referencë. Pa referencë nuk mund të ketë shkencë. Nga kjo pikpamje, bibliografia ose pasioni bibliografik i Jub Kastratit është një shëmbulltyr. Kjo shëmbulltyr është mësimdhënëse, dirësuese, ndriçuese për ata që duhet merren me shkencë. Bibliografitë e botuara nga Jub Kastrati kanë qenë të ndryshme. Ai ka një kontribut kryesor në bibliografinë për Skënderbeun, madje një pjesë të punës tij ja kanë piratuar, ja kanë vjedhur dhe tjerë, pa e përmendur. Por bibliografia për njerëzit e shquar të kulturës shqiptare te ky lidhet me disa figura të mëdha. Unë do të veçoja 2 figura, në cilët ai ka bërë 2 monografi të mëdha. Njëra është monografia për Fejkonicën, e bazuar në një njohje gati shteruese të zërave bibliografik të Fejkonicës. Kjo monografi është botuar në Amerikë, në një botim luksoz, dhe ka të dhëna sqaruese, konceptuese dhe të domosdoshme për çdo studius që do merret me Fejkonicën, i cili për mendimin tim është nga të paktit intelektual shqiptar që kanë genin e gjeniut. Njerëzit kanë një njohje të pakët me Fejkonicën. Unë mendoj që kam një njohje të prafërt, jo sa të Kastratit, por në pikpamje konceptuale kam ndoshta një njohje jo të pakët. Dhe ka pasur një intelektual të madh, i cili u bë dhe protektor, ose tutor, ose mentor e një poeti absolutisht të madh të Europës dhe të Francës, Guillaume Apollinaire, ky që Fejkonica. Njerëzit që nuk dinë, nuk mund gjykojnë. Njerëzit që dinë, mund gjykojnë. Monografia e dytë e Jub Kastratit është për talentin më të madh të rilindjes shqiptare, për poetin dhe kulturologun e madh Jeronim Derada. Jeronimi mbante emrin e një figure të madhe të Euseb Jeronimit, një dietar i lirë nga Stridoni i Dalmacisë në shekullin e 4, i cili përmendet në historinë e kulturës botërore si përkthyesi i parë i Biblës në latinisht. Edhe ky quhej Jeronim, si Hieronim, domethënë në shqip do të thotë emri i shenjtë, domethënë emër shenjti Derada. Botimet e Jub Kastratit për Deradën janë ekskluzive. Ai ka botuar një vepër të shquar Deradës që quhet autobiologjia ose autobiografia. E ka përkthyer nga italishtja dhe e ka pajisur me shënime, si dhe disa traktate politike, duke përfshirë dhe ato gjuhësore të Deradës, dhe më pas ka bërë monografinë, e cila mund të jetë monografia më e informuar me figurën e madhe të Deradës. Përmenda këto 2 libra, të cilat janë libra si ka askush nga dietarët e Shqipërisë. Por nuk mund të ri pa përmendur një libër të karakterit enciklopedik, i quhet Historia e albanologjisë. Ky është një libër i madh, akribik, me një saksi të madhe të citimit, të kulturës së citimit. Është një libër që flet për
të tërë ata intelektual të huaj ndërkombëtar, por dhe shqiptar, që janë marrë me një çështje substanciale që është çështja e albanologjisë, një disiplinë e përcaktuar që lidhet me gjuhën shqipe dhe kulturën dhe qytetrimin shqiptar, kaq shpesh të nënvlerësuar, kaq shpesh të parë në mënyrë pejorative, në mënyrë të padrejtë, pikërisht nga ignorantët, se ata që janë informuar nuk mund të kenë përshtrime të tilla. Historia e albanologjisë e Jup Kastratit është një vepër kryesore, e cila ka disa qëllime të caktuara, jo vetëm ndriçimin informativ të zërave, jo vetëm kronologjinë e figurave që ka shkruar për albanologjinë, por dhe teorive të ndryshme dhe koncepteve kontradiktore, por dhe unifikuese që tillëzojnë këtë disiplinë të madhe që quhet albanologji. Jup Kastrati natyrisht nuk ka vetëm këto 3 vepra, por dhe këto 3 vepra janë të denja për të krijuar një trinitet të tij, domethënë të pashëmbullt nga pikpamja shkencore, mendore. Ai ka dhe shkrime të ndryshme të pafundme, të cilat nuk janë mbledhur akoma, por unë mendoj që në potencë ai ka dhe veprën e 4 që lidhet me bibliografinë mbi librat, që është shkruar pafundësisht, mrekullisht për Gjergj Kastrios Skënderbeu. Pra, një lloj kompediumi, po përdor një term latin, për Gjergj Kastrios Skënderbeu në kontekstin evropian dhe botror. Duket që jeta e njeriu nuk është pak për kaq shumë vepra. Ai ka qenë një njeri shumë i çuditshëm për mua, një njeri i përkushtuar punës, ai nuk e njihte karakterin hedonist jetës, të gëzimit jetës. Nuk pinte duha, nuk pinte raki, nuk e shikoi ndonjëherë në kafene. Që duket një lloj pedantërie, dhe është një lloj pedantërie. Ai kishte vetëm një rrugë në Universitetin Luiq Gurakuqi, ku ai ka qenë dekan deri tek shtëpia e tij. Ky ishte Jup Kastrati, kishte një bibliotekë madhështore, nga bibliotekat më të mira që kam parë në Shqipëri. Në veri një herë në Shkodër ishte padyshim njeriu që kishte bibliotekën më të madhe, ka pas ndonjëherë në shqiptar. Ishte njeri me koncepte përparimtare, kjo është shumë e rëndësishme të theksohet, sepse në fund fundit ka një kontradikt midis dy kulturave, kulturës përparimtare dhe kulturës jo përparimtare në botë. Ky është një nga sekretet e zhvillimit. Jup Kastrati që njeri i dashur, i sjellshëm, modest, mikpritës kur i shkonim në shtëpi, kur u smur me një smundje të pashurueshme. Kam pasur nderin të bëj një shkrim në shtyp publikisht, të ndryhy në autoritetet shtetërore të kohës, tek ministri Solis, që ai një ministër i eksist në atë kohë, dhe i ta çon jashtë shtetit. U arrit diçka, u çua më duket në Itali, por shëndeti i tij ishte pa shpresë, dhe u shua në shtëpinë e vet. Duket sikur haresa është e plotfuqishme tek njerëzit. Është vërtet që njeriu e mbyll ciklin me ditën e fundit të jetës. Por nuk mendoj që shkencëtarë dhe dietarë si Jup Kastrati mund të harrohen, ashtu si nuk mendoj që një shkrimtar gjigant, që është shkrimtari më modern i gjithë kohërave të Shqipërisë, Migjeni, mund të harrohet. Harresat nganjëherë kanë kontekste politike, sociale e tjera. Nuk kanë të bëjnë me fushën e kujtesës, të vlerësimit të shkencës. Këto janë dy fusha pak a shumë që sipërputhen me njëra tjetrën. Mendoj që Jup Kastrati është nga ata dietarë të cilët do të përmenden. Ai është në një rafsh me disa dietarë të kohës vet. Është një plejade ose një tubimi ose një çete shkencëtarësh ku kryeson padyshim shkencëtari më i madh i gjithë kohërave që ka pasur Shqipëria, Eqerem Çabej. Por mund të përmendem edhe emra të tillë siç janë Majer Domi dhe Mitur Shyteriqi, të cilët ky ju referohet shpesh edhe i përmend në shkrimet e veta, Jup Kastrati, Alex Buda, ndonjë tjetër, emrat të cilët sot nuk janë të krahasueshëm. Pse? Sepse sot ne kemi akademik pa vepra, kemi akademik të pashquar nga pikpamja e përveçme, në një fjalë kemi akademik hije, kurse Kastrati, Çabeu dhe emrat që përmenda
ishin ata që provonin substancën e albanologjisë, dhe mos harrojmë që nuk mund të ketë akademi shqiptare pa albanologjinë. Ne sot mund të kemi një institut albanologjik, po pa albanologji, se s'kemi emra, se s'kemi vepra të rrafsh. Nga kjo pikpamje, Jup Kastrati mbetet një nga albanologët e shquar të kulturës shqiptare të kohës.